Po faleminderit. Po Ermit. Po atëherë faleminderit i nderuar kryetar dhe kolegë të Këshillit Bashkiak. Evident e mbajtjes 1 minutë është për humbje me një aseti që kishte ky qytet, aseti njerëzor, siç ishte i ndjeri Kristo Kauri, një humbje për familje, por dhe sidomos për qytetin. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, e nderuar kryetar e bashkisë, ju lutem qetësi. Të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtues dhe në punës të administratës bashkisë, zhvillojmë sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 29/9/2025 për të vijuar bazuar në ligjin 139/2015 për vetëqeverisje mendore, në NI 53.5. Në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi i ditës, i përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Po zoti Meraj, po faleminderit zoti Meraj. Atëherë kalojmë tek rendi i ditës. Projekt vendim për përdorimin pika 1 projekt vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin gusht 2025. Pika 2 projekt vendim i dhënë në ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin gusht 2025. Pika 3 projekt vendim për miratimin e shtetasit SS dhe DV për të trajtuar në qendrën polivalente diktore të moshuarve Feti Rrugji Saran. Pika 4 për vendim për miratimin e sistemit fiksimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i strehimit social. Pika 5 për vendim për miratimin e sistemit fiksimit për zgjedhjen e fituesve nga programi i subvencionimit të interesave të kredisë me kushte lehtësuese nga shteti. Pika 6 për vendim për miratimin e sistemit fiksimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i subvencionimit Hiraz, tregun e ligj dhe mbi normat e strehimit për familje që përfitojnë nga programi social i strehimit. Pika 7 për vendim për miratimin e ndihmës financiare për shtetasin Irini Diamantis. Pika 8 për vendim për korrigjimin e gabimeve materiale. Pika 9 raport i monitorimit të buxhetit për periudhën maj-gusht 2025. Pika 10 informacion mbi gjetjet e barometrit gjinor në bashkinë Saran. Atëherë hedhim në votim me rendin e ditës me propozimin e bërë nga zoti Meraj. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet rendi i ditës. Atëherë pikë e parë rendi i ditës ka kaluar informacioni mbi situatën e rrugëve në fshatin Gjar Saran. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Besoj personat përgjegjës kanë ardhur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, faqësues të ndërmarrjes së ushtresit Saran, janë prezent, po faleminderit. Po zonja Alkushi. Pyetëm e para cila është firma që i kryen punime. Sa është koha e këtij projekti, kur ka filluar dhe kur duhet të mbarojë. Cila janë fatat në cilat kanë për punime. Pikat më emergjente që duhet bërë në njëra gjatë kryerjes së punimeve, se nuk besoj se është shumë e rëndësishme si shtrëgojnë fotografisë në këtë informacion që ka shumë e rëndësishme të rregullohet përpara një shtëpie që po shitet, është një tabela që shitet dhe jo para një shkolle. Ku jo larg përpara 2 javësh një grua është aksidentuar, është shtypur makina atje. Gjatë Berti ka shumë i madh po nga shtatistikë dhe në momentin që vjen në shkollë, është shumë e rëndësishme dhe pyetja e fundit është ku do marrë të punë. Po faleminderit zonja Alkushi. Atëherë personat përgjegjës nga po
Atë firma që kryen punimet është firma Roge SHPZ. Në datën 23/4 ne marrë autorizimin nga bashkia për nisjen e punimeve dhe në datën 2/5 na është dhënë në dispozicion toka për të vazhduar punimet si çon nga bashkia. Që do të thotë nga data 2/5 kanë nisur punimet në fshatin 6. Punimet kanë një afat prej 8 muaj, kuptohet që ndoshta mund të na duhet të shtohet për shkak të pasi kaloi sezoni veror dhe në sezon veror nuk ka punuar firma ndot me ritëm shumë të madh për arsye të zhurmave të njësë, që do të thotë besojmë që do marrë brenda afatit. Por duke ecur dhe duke kështu. Sa sa i përket pastaj rrugëve, pjesët e rrugëve të gjitha ku po bëhet, sepse nuk është më një rrjet që kalon në një tubacion i thjeshtë dhe pastaj ndaj me tuba nga 200-300 metra, është një investim në tërësi që do të thotë po shtrohet me tubacione kryesore dhe me rrjet shpërndarës. Gjë që nuk mund të bëhet domethënë brenda ditës, edhe kuptohet që do kone vetë çdo gjë. Duke ecur firma ku ka mbaruar me rrjetin kryesor dhe me rrjetin shpërndarës është bërë betonimi dhe do vazhdoj e njëjta situatë dhe në vazhdim. Për sa i përket pastaj pjesës të shkollës, është një pjesë shumë delikate sepse gjatë punimeve rruga ka qenë shumë amortizuar dhe vetë pa filluar punimet me. Dhe do shtrohet e gjitha me beton nga firma, që do të thotë do bëhet e gjitha dhe pavarësisht se do shtroj vetëm tubacione. Në ditën e vijim do vazhdoj betonimet të gjitha, kështu që besoj. Jo, rrugët aty janë asfalt, sot i kthejmë me beton. Rruga të shkollës nuk është me asfalt. Faktën para shkollës është me beton. Dhe mos të them që është me balë, po është me beton. Ato që janë hapur në kanalet e tubacioneve nuk janë hapur në rrugë, janë hapur në punet, pra në asfalt, nuk është ngacmuar pjesë e asfaltit aty ku ka pas asfalt. Pyetje tjetër? Shumë e dorëzim të punime, edhe nuk kam bërë video të gjatë punimeve, po nuk janë punime në pjesën e rrë. Është e gjitha kështu biture, një bajra, Mësine këre punimeve kush do të marrin për në... Shko, për momentin në supervizori që ndjek punimet dhe në fund të punimeve do të tenderojë dhe pjesa e kolaudatorit që provide kolaudimin për fundimtar. Sepse në gjithë njerëzit që shikojnë e vërtet çuditem si ka mundësi në 2025 të bëhet një rrjet shpërndarës i sjellësit pa vendosur këtu botë në rrë. Ju dhe i keni parë? Shiko, ka një kështu sepse tubacioni që është përdorur aty është një tubacion që quhet HDPE RC, që do të thotë është tubacion që ka dalë kohët e fundit për të ulur kostot e ato dhe mban thyerjet dhe proceset e tjera për sa i përket është me 100% garanci. Është tubacion i kohëve të fundit që është i sigurt për atë punë që është bërë. Që në vitën të kalojnë ma unë e të garkuar Po. Është tubacion në RC, HDPE RC. Besoj në teknologi. Po, faleminderit. Tukaj tash pyetja ose ti çela kushton krye punimës Nuk e dinë se firma ka vendosur sinjalistikën para kryes punimeve në të rrugë. Tek kjo rrugë po krye punim, do vazhdojë nga këtë datë deri në datë. A ka një sinjalistikë të tillë për rrugën që fillojnë punimet për kohën e mbarimit? Normalisht tabela është që fillojnë punimet në datë për cilat rrugë ka specifikuar? rrugët të cilat është miratuar projekti. Nuk s'kam pa një se ka ta bëjë. Kemi vjet, shikojmë të punuar, zonë e shkas që ka shpesë të punuar. Që ku të kita vetë, që edhe unë si shofer, të unë shpesësime, di që këtu po bëhet punë. Të marrë masa, si u që ka një tash, Dhe sinjalistikës nuk kemi një institucioni që verifikojnë në teren në... Pyetja është ka për s'ka. Institucione tjera që merren me sigurinë Pra, shpirme s'batuar. Firma që po bën punime, është tenderuar, ka marrë një tender, e ka fituar, po bën punime, ka institucione tjera që kontrollojnë sigurinë teknike, nuk i kontrollojnë mësiesi. Dakor, nga firma s'ka një... Është të përfaqësuesi i firmës. Që nga marrë dhe ka nisë bërë nga se do të punimit. Adriani është përfaqësuesi i firmës Kodre. Mund të bëni pyetje për sa i përket.
Sigurimi teknik edhe ato e kemi patur gjithmonë, dhe tabela në sinjalistik në rrugë nuk kemi patur, shirita këto kemi patur, po i kanë këputur njerëzit. Kjo është. Cila ishte arsyeja që në nuk bën asnjë lloj punimi gjatë muajit maj, qershor, korrik, gusht, shtator? Të gjithë këto muaj firma nuk ka qenë prezent në teren. Cila ishte arsyeja, nëse kanë ata kohë që duhet respektuar dhe ka qenë një periudhë kohë që nuk është shtuar asnjë lloj veprimtarie. E drejt për drejt atje. Po kishin punuar gjatë kësaj periudhe, mendoj që tani do ishte punuar. Për arsye të turizmit kemi punuar me orë të ngatashme. Nuk janë punuar, nuk ka punuar, nuk janë punuar. Janë rrezikuar pika kyçe, aty ku ndahen punët, sa grupa të mëdha që njerëzit rrezik kanë kaluar atje makina, njerëz, gjithçka bashkë. Cila është arsyeja që nuk u pa cilat janë pikat e rrezikut të këtij projekti? Ne jemi përpjekur brenda mundësive të Flasë këshilltare dhe pastaj do të jap. Mundoni që të keni pyetje që bën këshilltare dhe përgjigjen. A shikoni juve si statues të këtij projekti? Emergjenca, pika rreziku, nuk di në çfarë këndvështrimi shikoni, sa ka janë vlerësuar si të tilla dhe janë marrë masa para për atë që këto mos të sillnin pengesë gjatë sezonit. Në atë zonë është kaluar një sezon turistik shumë i vështirë. Një sezon turistik që mezi e pristin njerëzit dhe në maj, atëherë kur ishte fillimi i këtij sezoni, u prishën rrugët. U prishën rrugët dhe u sodën derë të shtëpisë gjithë ato pika rreziku për kalimtar, për automjete, për gjithçka. Juve si firmë zbatuese, a pat pika të tilla? A morët ndonjë masë paraprakisht? E cila ishte arsyeja që deri në këtë periudhë nuk u punua fare? arsyeja punëve ishte vetëm turizmi. Kjo është. Pastaj pikat ne kemi për të mos lëmë azikundi gjëra të tilla. Kemi ngelur me fshes në dorë, kemi shik shtëpi më shtëpi e kudo. Faleminderit. Ka dikush pyetje të tjera? Atëherë me sa shoh dhe unë, informacioni nuk është i nivelit të duhur. Pas kërkesave që kishin bërë Këshilli Bashkiak, kështu që duhet që ne ta shtyjmë këtë pikë të rendit ditës dhe do t'ju sekretaria e Këshillit të dërgoj përsëri shkresë tek Drejtoria e Projekteve të Turizmit të Rinis dhe Integrimit Evropian, Bashkia Saran, në mënyrë që të përcaktohet qatazi koha e marrimit punimeve, kur do rehabilitojnë rrugët, sepse vërtet ne investimet i duam të gjithë, po ne nuk mund të mos funksionojmë derisa të mbarojmë këto investime. Dhe informacion me shkrim edhe për sa i përket pyetjes që bëri zonja Allkushi lidhje me cilësinë e punimeve. Atëherë kalojmë në shtyri për muajin tjetër këtë pikë të rendit ditës, megjithëse se informacioni është i trunguar. Juve faleminderit të gjithë përfaqësuesve. Kalojmë tek rendi ditës. Sekretaria e Këshillit ta bëj prezent në mbledhjen e kryesisë së Këshillit. Nga komisionet përkatëse të hartohet një pyetësor të jetë edhe me bazë ligjore, po edhe me bazë teknike për sa i përket gjithë shqetësimit. Të gjithë jemi qytetarë të kësaj bashkie, kemi kaluar dhe kemi drejtur të gjithë këtë investim që është bërë në atë zonë me mundësit e pakalueshme për të gjithë ata banuar. Atë kalojmë tek rendi i ditës, kalojmë tek pika e parë e rendit i ditës. Projektmendimi 114, projektmendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin gusht 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët, komisionet përkatëse? Përfitues të fondit të kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6%. Për këtë muaj janë 22 familje me një fond për 68.224 lekë. Faleminderit. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Faleminderit. Atëherë hedhim në votim.
Për vendimi numër 114, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e dytë e renditditës. Për vendimi dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin gusht 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet? Po, faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 115, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e tretë e renditditës. Për vendim për miratimin e shtetasit SS dhe DV për të trajtuar në qendër polivalente ditore të moshuare Feti Rugji Saran. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Hedhim në votim për vendim. Po zoti Koçiu? Janë gjithë moshuar që është përditur këtu për të trajtuar në qendrën polivalente të Saranit. Dhe të dhe informacion detajuar. Se thot, ka operacionet janë trajtuar të operacione minimale apo jo, janë të vetmuar, apo kanë pyetja e parë, pyetja e dytë. Sa është numri total i moshuarit të trajtuar në qendrën polivalente të Saranit? Dhe cilat janë vlerët financiare të bashkisë për të mbuluar këto projekte. Duhur bashkësia e Saranit në polivalente. Është publik. E ta dëgjojmë, ju lutem zoti Mera. Po? Qësi po ku kaluar në qendrën polivalente ditore kalon nga shkruar dokumentacioni dhe janë disa kritere që janë të dokumenta 578. Duhet të kemi një pension minimal. Të ekzektojnë të gjëra dhe kalon të komisioni multidisciplinar që vlerëson rastet në nevojë për të trajtuar. Aktualisht numri është 49 i të moshuar, se ka pasur dhe sa që ka mbuarje. Nuk na ka kaluar numri mbi 55 të një të moshuar gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe nësa të në fonde të qendra polivalente ditore e imenia shërbimit social shtetëror jo nga bashki. Vetëm dhe kërësire janë sugatuara me votomon. Ne është verifikojnë të arpa dhe gjendjen sociale ekonomike politike. Madje do të informoj që një prej këtyre të moshuarve ka plotësuar dhe dokumentacionin për në qendra rezidenciale, por aktualisht në të 6 i shërbot, unë e kisha shkuar dhe informacioni, në të 6 i shërbot e Shqipërisë nuk ka aktualisht fonde të lira dhe ne jemi detyruar të japim një shërbim alternativ si zotin. Do thonë të gjitha kriteret për të trajtuar në azita të gjundaike dhe momentalisht kam shërbimin alternativ ditor të të moshuarit në qendrën polivalente. Pra të dy kanë pensione minimale. Të dy minimale, njëra pjesë ka qenë pjesë është në skemën e ndihmës ekonomike, si familjare grupe moshuar, vetmuar, ka njeri me probleme sociale. Po, faleminderit. Kemi diçka tjetër? Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 116, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 4 të renditditës. Për vendim për miratimin e sistemit të gëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i stërvimit social, përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe të pa favorizuara. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit. Hedhim në votim për vendimin numër 117, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 5 të renditditës për vendim për miratimin e sistemit fiksimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i subvencionimit të interesave të kredisë në kushte lehtësuese nga shteti. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Po, zonja Alkushi? Lutem ekzekutivi. Që familja ka
Të ardhura mesatare të marrin 10 pikë, ndërsa ka të ardhura shumë të vogla të marrin 5 pikë. Po sepse varet nga programi për të cilin bëhet fjalë. Jemi tek programi i kredit dhe që familja mundet të aprovohet nga ky program duhet të ketë ardhura, në që nga dhe kredit. Kështu që në rast se për subvencionimin e kredit, për subvencionimin e qiras është e kundërta, familja nuk ka të ardhura duhet marrë më shumë pikë, këtu kemi kundërta. Duhet sepse edhe ne kemi në kritere që familja duhet të mund të përballojë kredit, gjithashtu edhe banka nuk i pranon, se po që ne t'i aprovojmë me të ardhura të uta, sepse banka i kualifikon. Po faleminderit zonja Pikuli, ka dikush pyetje? Faleminderit, edhim në votim për vendimin numër 118, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 6 e renditës. Projekt vendim për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i subvencionimit qiras në tregun e lirë, si dhe mbi normat e strehimit për familjet që përfitojnë nga programet sociale të strehimit. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit, hedhim në votim për vendimin numër 119, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 7 e renditës, projekt vendim për miratimin e ndihmës financiare për shtetasin ID. Pyetje nga këshilltarët, diskutime, komisionet përkatëse. Faleminderit, hedhim në votim projekt vendimi numër 120, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 8 e renditës, miratimi i korrigjimit të gabimeve materiale. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimet 1 nga 1 me të objekt. Hedhim në votim për vendimin numër 121. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 122. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 123. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 124. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 125. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 126. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 9 e renditës, raport i monitorimit të buxhetit për periudhën maj-gusht 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Kalojmë tek pika e 10 e renditës, informacion mbi gjetjet e parametrit gjinor në Bashkinë Saran. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Diskutime? Atëherë, faleminderit për rendin e ditës. Kush ka ndonjë pyetje, ndonjë shqetësim lidhje me bashkinë?
Faleminderit, duke ju falënderuar për pjesëmarrjen, mbledhjen e deklaroj të mbyllur, shqiptarët që qëndrojnë në sallë. Faleminderit. Mediat mund të largohen se ka marrë objektin